Kjo është harta që ministri i jashtëm austro-hungarez Berthold paraqiti në konferencën e ambasadorëve në Londër, kur Shqipëria u shpall e pavarur. Është harta që paraqiti, por mori vetëm gjysmën e saj. Ai që hodhi dron, tha këta njerëz janë këtu në shekuj. Sipas avokat Spartak Ngjelës, nuk bëhet fjalë për Shqipëri të madhe a të vogël, por për botën shqiptare në Ballkan, që sot nuk po gjen ende veten. Dhe koha e tregoi, sot janë 2 shtete shqiptare në Ballkan. Luks për çdo kom. Luks është dhe dashuria amerikane për 8 milion shqiptar. Duhet të vi dita që të shkruajmë dhe në kushtetut orientimin ton, tha avokati. Prezenca e madhe e tyre në Ballkan, rreth 8 milion shqiptar, ka krijuar simpatinë e politikës amerikane. Ka marrë fund, po të ishim 1 milion, çfarë duaj? Ne do vi një moment që do ta vënë në kushtetut. Për herë me USA. Pas hedhjes së dronit mbi stadiumin e Beogradit, ideimi të cilit sipas Ngjelës buron nga Oxfordi dhe jo nga një tifoz i thjesht, nxori në pa faktin se krerët të shtetit serb vijojnë me psikologjinë e vendeve totalitare. Rama u vonua pak në reagim, por bëri lëvizje të sakta. I ka marrë mbretreshën ai ky. Ai s'mund ta vazhdoj lojën. I kanë akuzuar vllajën, i kanë bërë këto, kanë rënë brenda. A kupton këto po unë vi, do të thonë që s'kan bërë gjë. Këtë nuk kemi ne shkaktarët. Por është historia, thot ky. Indirekt ky i thot 3 herë jeshtë që është historia, kur i thot që kanë makthe. Është historia. Pavarësisht që kjo del nëpërmjet një droni. Është pikërisht avantazhi i kryeministrit shqiptar që sipas Ngjelës vë në pikpyetje takimin e Beograd. Po thellë është konkurenca e politikës gjermane me politikën amerikane në zonë. Do di ta luaj apo s'do di ta luaj problemi i tij. Po që e ka lojën 6-0 dhe atje nuk mund të ndodhi dot asnjë gjë, në fushën e tyre s'ndodh asnjë gjë dot. Përkundrazi që ky do të thelloj rezultatin dhe kjo dihet. Fakti që do jetë kështu, unë them që është shumë i vështirë takimi. Ndërsa opozita, thot ai, duke mos e kuptuar këtë, ra në lojën e Beogradit, kur i tha kryeministrit të mos shkonte. Opozita duhet të kishte thënë duhet shkosh. E po ndot, kjo opozitë s'di të bëjë opozitë. Basha sipas tij nuk di ose nuk është i lirë të bëjë opozitë as brenda vendit. Dhe krahasimi vjen po me një ndeshje futbolli. Lutem, nuk mund të jetë kjo politik. Jo më ranë, çdo thot më ranë. Po ti s'ke duar rri edhe ti çe. Nuk mund të flitë. Është njësoj sikur thosh një skuadër futbolli, më ra me shkel me gjuhë. Po më shëron se ka. Do të jap arbitri jashtë. Që të fitosh të ardhmen për të marrë pushtetin, duhet të analizosh krizën. Kjo po është në krizë. Rama s'po nxjerr dot nga kriza. Me këto, me palma dhe me lulishte nuk del do nga kriza. Sipas Ngjelës, Basha është pengi Berishës dhe politiki i tij është mbrojtja e humbësit të 1 milion votave dhe jo ardhja në pushtet. Këtu po shifet që 2-3 femra atje janë më lart se ky në gjykimin politik, po. Ky është më brava. Ky flet me gjuhën e luftës tot. Çfarë marrëveshje do bëjnë? Hyri gjë policia